aja lidh dikon prej detit Veriu deri ku do qoftë, nuk për kujtoj detajet. Do me thonë sikur qytetet e Evropës po vërshojnë prej gjakut. Qaj bjen kjo? Ka paralajmëru luftën e parë botërore. Luftën e parë botërore. Do me thonë, nuk më një gjenë kur farë shpjegimi kësaj ëndre, kërkon shpjegimin nga matë ndryshmet, mas ne njerëz të rreth tij dhe familjarët e të tjerë janë nisin me u brengosë është ka qmendët Carl Jungu, po mas ne me 14 janar të vitit 1914, shpërthen lufta e parë botërore, edhe mas ne i vjen konkludimin që ëndrat e mia pas kanë qenë prej kësaj pavedisë kolektive. Megjithse du me pas parasysh që as vetë Jungu për këto ëndra nuk thot që në profetësi, për ëndrat e veta të paktën, po flet për që leximin intuitiv, organizmik të realitetit. Po. Koç. Ëndrat e kallëzojnë në disa raste të ardhmen. Të ardhmen. Po, edhe pse po tham në kuptim të ngushtë kjo, se të ardhmen vetëm Zoti e din. Dhe të ardhmen, pra vetëm nëse është ëndër nga Zoti, nga Allahu, nëse është kësaj lloj ëndre, ja të regonin një të ardhme që ati personi, për shembull, e të ndrusit në këtë rast. Pra mundet me kanë një ëndër me një paralajmërim. Për shembull, është i semur dhe shet diçka ëndër që ja jep një simbol që ky do të shërohet. Ose e ka dikane në familje të semur. Ose është i varfër, i vjen diçka në ëndër që do të ja jep simbolin që ky do të pasurohet. Në këtë aspekt po mundet me kanë diçka e tillë. Por, që është thashtë edhe ma heret, nësë është nga shejtani është me atë që patëm edhe ma heret, se shejtani i mirëpret këto mendime nga ne, për shembull. Thuhet është një dietar që ka qenë quhet Ibn Sirini, që ka komentu ëndrat në aspektin islam, edhe ai ka thonë që nëse eshe në ëndër një të vdekur, ajo është në botën reale, nësa kjo botë që na po jetojmë është botë e rrajshme, botë jo e vërtet. E vërtet është në ahiret, pra në botën tjetër. Dhe çdo që thot ai në ëndër i vdekuri, e ka thonë të vërtetën. Po tash nëse ne dikon të vdekur, çka thot ai, po e thot të vërtetën, ta dëgjojmë. Këtu po du me dalë. Nëse tash na e dim këtë, dhe friksohemi se mos po thot ti do të vdesësh. Dhe vjen shejtani në ëndër, në formën e atij që ka vdekë dhe thot ti do të vdesësh. Dhe pastaj ëndër nuk është që komentohet dhe nuk realizohet kjo. Okej. Kuptove, pra, sidomos unë po kthehna edhe një herë për me di që është nga shejtani është një ëndër shqetësuese. Në momentin kur është shqetësuese edhe është e frikshme ose është diçka që ty të mërzit, nuk është nga Zoti dhe nuk vlen të komentohet. Okej. Vetë ëndrat më të zakonshme që njerëzit i shohin, ne kemë gjetë në një listë, ishin këto. Dhëmbët që bien. Po. Ishte numër 1, duke u ndjekur nga dikush ose me dikë, pra duke e ndjek njëri tjetrin. Po. Pa mundësia për me gjetë tualet. Okej. Të qenit i zhveshur në publik, më thonë, me pa vetën të zhveshur në publik, dështimin provim, duke fluturu, përplasja me makinë, gjarprit, njerëzit e vdekur, edhe fantazmat. Të gjitha shpjegohen këtë. A interpretohet çdo ëndër, a duhet ta interpretojmë çdo ëndër apo? Po, çdo ëndër duhet interpretohet edhe tjetrën është se ndoshta shikuesit tash po na ndjekin, mos mendojnë që psikologët interpretojnë edhe kur të vinë klientat e na të vinë me ëndrat e tyre që ne ti komentojmë ato, ne nuk i komentojmë ëndrat, këto janë ëndrat më së zakonshme, këtu ndoshta përvojat e ditës, frikat e ditës që kanë njerëzit, emocionet e tyre, dhe normal, atëre këto i kanë parë edhe në ëndër. Janë më së zakonshme. Shiko, ëndrat... Si po të duken këto? Po, këtu kemi ma shumë ëndrat e frikshme, shumë pak kemi çështje, dhe më thonë që njeri unë ndihet i mirë, i balancuar emocionalisht, si ramja dhëmbëve duke unë ndjekur, dhe më thonë tanë kohën me ankse, me makse, mirë po ëndrat, përveç asaj, bazohen edhe në aspektin kulturor, qoftë e individit, qoftë në vendin ku jeton ai. Dhe nga ty